Pavarësisht problemeve që rëndojnë tek familjet vlonjate ndër vite, qytetarët e Vlorës me sa duket nuk e kanë gjetur zgjidhjen tek protestat. Pavarësisht se qyteti ka patur probleme të shumta, organizimet e shoqërive civile kanë qenë me pikatore. Por pse nuk protestojnë vlonjatët? Të pyetur qytetarët e Vlorës tregojnë se vlonjatët nuk protestojnë pasi kënaqen me pak. Shumë mendojnë se vlonjatët nuk ngrihen në proteste dhe për shkak të ngjyrave politike. Sipas qytetarëve, pavarësisht problemeve, vetëm partitë mund t'i ngrenë vlonjatët në protestë, çka konsiderohet e gabuar. Në shumë raste qytetarët thonë se ndikon edhe frikë vetëm për veten, por edhe për fëmijët apo pasojat që lë pas. Sipas qytetarëve, nga ana tjetër edhe shumë protesta të zhvilluara shumë shpejt nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje. Pyetja është një çik përfshin një gamë të gjerë diskutimi. Arsyet pse dhe shkaqet janë më të ndryshme. E para është kemi mbetur ai brez që një pjesë, jo të gjithë, ka nostalgji për të kaluar. Që nuk duhet të ekzistojë sot sepse kanë kaluar shumë vite e duhet të përshtatemi me kohën që ashtu, që jemi sot. Pse nuk pretestojnë? Arsyeja është se për mendimin tim, ose kënaqen me pak, që s'është e drejtë, ose e vlerësojnë atë 5 lekë që jep kryeministri plus dhe u duke gjë e madhe, duke haruar që ilaçet i kanë më lehtë, analizë gjatë nuk bëjnë dot, e shumë, dhe mendimi im se nuk është se shtohet roga. Unë them se për ditë roga, sa herë që pretendon kryeministri na i ka shtuar, ne jemi më pak, se çmerr jam 20 vjet më parë. Që kanë frikë, një pjesë edhe ka frikë, sepse ka gjetur një vend për vete, një vend të mirë, e i gëzot ati vendi, duke nuk gjykojnë drejt që ai vend sot është nesër mund të mos jetë. Ndërsa protesta është shumë pozitive, shpreh pak kënaqësi dhe kërkon një jetë më të mirë. Protesta gjithë bota bën. Janë shumë mirë dhe bëjnë protesta. Ne rrim kështu, ndoshta nga frika, ndoshta nga i vendi punës që kemi siguruar, brezym nga mënyra se them pse ta marrin qatë djalin çupon në qofse e kanë këtu. Arsyet janë nga më të ndryshme dhe unë mendoj që secili duhet ta mendoj o ta filloj protestën nga vetja, se pa një rilindje shpirtërore, mendore, si me ndryshimi, duhet të ndryshosh mendësinë që të ndryshosh jetesën. Nuk e ndihen të arsyeshme, s'ka asnjë problem këtu. Mund të japëm drejtim mendimeve tona si pas dëshirave të dikujt. Jo, çdo njeri ka drejtën e vetë që protestoj, s'është në gjë në këtë mes. Qa frikë e mos, ka frikë njeriu. Po pati frikë, s'është e vërtetë ajo që ka nisur rrugën. E kemi mundje në vend, nuk nisim pas profileve të mendimeve të tobe në protest, shokun, mikun, tjetër. Protesta del pa organizim në pikpamje të drejtimit politik në gjë. Po. Protesta është e natyrshme, çdo njeri nuk kënaqet me ato që pse ndihem të nevojshme kaq. E ta bëjnë ata që e ndihen ta ndjem ne ndonjëherë protesta, jo më bën një pyetje të parë, si kupton. E ndjen kushdo një gjë që ndjen shpirtërisht, moralisht, nga ana dinjitoze, e bën, s'ka asnjë problem në këtë pikë. Po absolutisht indikuar e implikuar nga rrymat politike. Ne popullit vosi kemi zgjedhur vetë problemet pa kërkuar ndihmë nga të tjerët. Qoftë me me Italinë e parë, me Italinë e dytë, me luftën shqiptare, me ndërtimin e Vlorës së dytë, kemi bërë vetë pa kërkuar ndihmën e qyteteve tjera. Se nuk kemi me këtë përleshemi. Se opozita jonë është opozita reakcionare, them unë jam labe, unë flas shqipun. Është opozita reakcionare se unë sa dojnë ata kem këtë qupën, unë do them 5 fjalë të mira për këtë. Qofse kjo është shumë e keqe, unë do them është shumë e bukur, ka vetëm të zeza, ka të mirë, po ka edhe këtë keqe, keqe. Ndërsa opozita jonë është opozita. Ne që kemi ngelur, se ju fëmijët tanë kërcit të ikët se kur erdhi Cali unë pushtet, tha komunistët litar e pensionistët hanxar. Unë fëmijët i kisha të gjithë komunistët, ishin të rinj, nga 23-24, kisën e ikën në Itali, se i trëmi Saliu. U mbushën vaporët e ikën të gjithë nga Afrika e Sali Berisha. Po s'ngri sepse nuk më lidhen të gjithë. Jemi më shumë socialistë në këteja. Për ato jemi ngritur. Kemi vajtë bashkia atje për tregun e këta.
Jo, asnjë. Do zgjidhet kur të vdesim ne. Ndër vite protestat që janë organizuar në qytetin e Vlorës janë shuar shumë shpejt. Organizimet e shoqërisë civile asnjëherë nuk kanë marrë për masa masive, duke mos gjetur mbështetjen e masës. Përpasoj, shumë probleme të qytetit asnjëherë nuk janë zgjidhur.